A ju ka njoftu klientët e juaj nëse është pastis ndonjë pronë e tyre në Shqipëri deri më tani? Mu personalisht jo. Unë kam kontakt me klientin tim, po njëti nuk ma kanë konfirmu një gjë të tillë. Me qënë se jemi të këto të pastisja pronave, a ju ka njoftu klientët e juaj nëse është pastis ndonjë pronë e tyre në Shqipëri deri më tani? Mu personalisht jo. Unë kam kontakt me klientin tim, po njëti nuk ma kanë konfirmu një gjë të tillë. Nuk e kanë konfirmu. Përfshirja dhe koordinimi i institucioneve, policia, dogana, prokuria, autoritetet tjera. Në këtë rast nuk shihet që prej dokumenteve që i kemi, nuk shihet që është zhvilluar në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, këtë hetimi është zhvilluar në fazën e parë prej doganës të Kosovës, nuk ka involvim fare të policisë të Kosovës për raporteve të cilat i kemi në dokumentin të cilën e kemi pas përballë, dhe ajo që këtu do të mundën kuptuar është që jo të gjitha kapacitetet e hetimeve i ka dogana, jo të gjithë hetimin mundet me zhvillu dogana, dhe si rrjedhoj, për shkak që jo të gjitha informacionet kam rri me i mbledh, atëherë problemin e kemi strukturor edhe të kërkesa për paraburgim. As ka pas punkt të policia Kreshnika, po është anashkalu me të qëllim? Pre asaj që diun, policia është ftu ndoshta një ditë me vonesë në hetimin e këtij rasti, është ftu nëse nuk gaboj të ditën e nesërme, dhe kjo është tepër vonë. Për shkak se policia ka teknika tjera, ka pajisje tjera, ka hetues të tjerë të cilët mund me zhvillu hetime edhe mbrana dhe jashtë vendit, për me mri me zhvillu ato që quhet hetimi i përbashkët i njerëzve. Elementi tjetër tash që lidhet është në mënyrën se çka është vizioni i këtij hetimi. Pra, kur ka shku prokurori në gjykat, ka thonë që kemi dyshim të bazum. Mirë, por nuk ka tregu se cilat veprime ende nuk janë ndërmarrë, në mënyrë që e rrezikojnë hetimin. Pra, po të kish shku prokurori dhe të kish tregu që ende nuk është bastis shtëpia e këtij në Shqipëri dhe duhet me prit derisa të bastiset se ky mundet me ik. Nëse prokurori kish tregu që duhet me ju hap telefoni për memërimin nxjerr provat të cilat janë aty, nëse kish tregu që janë disa prova forenzike, për shembull ndaj ADN dhe elementet e tjera të cilat ende nuk janë kthy si rezultate dhe këta mujnë me ik, atëherë ne kishim pas problem. Po, krejt këto mungojnë, prej asaj çka po e shohim në këtë hetim, dhe gjykata thotë, më falni, mi keni pru disa fotografi, po e banalizoj, po edhe kështu shkruhet në vendimin e gjykatës, mi keni pru disa fotografi ku më po shoh pare, po nuk pedi kujna ja keni marrë, sepse nuk e keni asnjë në shkrim kujt ja keni marrë të pare, edhe e dyta, nuk pjesha as gati të numërume, pra nuk pjesha numrat serek, nuk pjesha as gjatë sekuestrimit të saj.